takimin mes Luanit dhe Ariut. Pra, kohën kur në botën e savanës të pyllit ka luftë mes mbretit të pyllit që është Luani, në rastin konkret SBA-ja, dhe Ariut që është kafsha tjetër e fortë që jeton në atë hapësirën e vet dhe të gjithë këto aleatët e vegjël, këto kafshët e vegjël, nga miut, çakallit, ketrit, gjithë që pra i afrohen njëri në anën tjetër, ta bëjnë qef sepse thonë unë jam aleati i Luanit ose unë jam aleati i Ariut dhe prandaj jam i fortë. Momentin që Ariu takohet me Luanin dhe bëjnë marrëveshje, pra që secili do ruajë ato zonat e veta të influencës, këta nuk duhen më, kështu që ka ndryshuar. Një nga gjërat që ka ndryshuar në botë është saktësisht ajo që sapo të shpjegova. Këtë e bëre që ta kuptojnë njerëzit sa më thjesht. Pra, kjo gjëja ka funksionuar për sa kohë Luani dhe Ariu ishin në luftë hapur me njëri tjetrin. Por në momentin që Luani dhe Ariu